Prej fillimit të këtij viti shkollor, Ministria e Arsimit dhe Sportit ka nxjerrë udhëzimin për mos lejimin e aparateve celulare në institucionet shkollore me përjashtim të rasteve të veçanta, por sa zbatohet ky udhëzim në shkollat e Korçës. Vetë nxënësit shprehen se përgjithsisht ky udhëzim ka gjetur zbatim, por që sigurisht ka edhe raste përjashtuese ndaj të cilave janë marrë masa disiplinore. Jo, unë nuk e përdor në ambientet e shkollës kur dal në pushim ose pasi mbaroj mësimin për të informuar prindrit. Po mund të ketë disa, jo varet nga ndërgjegjja personale pastaj, por që në shumicën e rasteve kanë eliminuar. Po ka që e përdorim po në pushim ose pas shkolle, sepse brenda kemi dhe oficerin që nuk na i lejon. Ka raste që kapin orë të mësimit, po që ndëshkohen. Ka disa që nuk e marrin fare, ka disa që e marrin në mbajtë të fikur, ka nga ata që mund ta përdorin. Varet nga ndërgjegje personale. Por si është pritur ky vendim nga nxënësit e shkollave? Më duket vendim i saktë sepse është diçka që shpërqendron nxënësit dhe nuk e kanë mendjen në orë të mësimit. Besoj se po, sepse është një gjë që nuk na duhet në mësim, jashtë mund ta përdorim shumë mirë. Është mas e mirë duke qenë se na shpërqendron gjatë orëve të mësimit e gjatë shkollës. Sipas udhëzimit, nëse konstatohen me telefon në ambientet e brendshme të shkollës, aparati dorëzohet në drejtori dhe i kthehet nxënësit në fund të vitit shkollor, ndërkohë që lejohen të marrin telefonat me vete vetëm ata nxënës që kanë arsye shëndetësore.